Mirë se vini në vlogmas numër 17. Mirëmëngjesi njerëz, ja ku po nisim një ditë të re dhe një vlog të ri. Mezi jam çuar ky gjumi që po fle vonë, po më prish gjithë Terezin. Këta si po nuk shkon kam bashkë. Jam duke u veshur sepse kam një takim pune dhe nuk po më pëlqen ka veshja. Okej, më mirë me këtë bluzën e bardhë, apo nuk shkon e bardhë me grim. Nuk e dim, por fajti vonë, kështu që nuk kam kohë të ndrojmë sërish, besoj se mirë jam, do vesh dhe patën e zesi për qizet e zeza dhe jam okej. Tani takimin e punës, unë kam në autostradë, kështu që duhet të nisem pak më herët, sepse është ai trafiku i tmerrshëm i autostradës Tiranë-Durrës. So, duhet të dal. Nuk kam bërë asgjë, po thjesht kam ndezur ekspresin e kafes që të ngrohet. Mbrëm bëra dushin vonë në darkë dhe kam fjetur në ora 1 e pak. Kështu sot në mëngjes e kisha vënë alarmin unë në orën 9, thash të ngrihem me Terezi, të ha një mëngjes siç është për të ngrënë, sepse Gira nuk e ngre gjithmonë diçka të vogël në lëvizje, por e kam fikur alarmin 100 herë, jam zgjuar në ora 10. Të paktën 11 pa 1 duhet dal nga shtëpia, të ora duhet të jetë 11 pa 20, besoj tani që flas. E 42. E 42, kështu që duhet të dalim në sep. Sa po mbarova takimin e punës njerëz dhe po kthehem për shtëpi. Shkoj shumë mirë, edhe propozimi që u bë, më pëlqeu goxha në fakt, por thjesht edhe diskutoj edhe një herë me Klajdin, nuk e di si jeni ju, që se gjë diskutonim edhe me partnerin, besoj. Dhe i thash që do t'i kthej përgjigje përfundimtare nëse do filloj të punoj me ta në janar brenda ditës së sotme. Kështu që i kam çik mendimet kështu lëmsh për momentin, sepse po i peshoj të gjitha, largësinë, amalevertis, paga, bonuset, pushimet, kostoja e karburantit, e të gjitha, jam duke i menduar që të gjitha dhe të vendos. Gjithashtu, është e rëndësishme që edhe të pëlqej si punë, si biznes. Por do kisha në menaxhim të biznesën dhe njërin prej bizneseve unë e njoh, se kam punuar pak edhe më përpara. Kështu që po do isha lumtur që të bëja marketingun atyre dy bizneseve. Se di, jam duke menduar. Do më thënë në mendjen time përpara se unë të pranoj një punë, jam kështu duke peshuar çdo gjë të mundshme dhe mundësisht duke menduar fushatet me marketingut që unë do bëja për atë biznes. E kuptoni se gjatë ju vend të filloj një herë të marr gjithë informacionin e duhur, të kem gjithçka çata kam bërë deri tani, si kam punuar, çfarë fushatash kam pasur, si kanë ecur, sa lekë hedhin në marketing, në vend që të bëj një herë këtë gjë, mendoj se çfarë do bëj unë ndryshe për ata. Kështu funksionon truri im. Po thash, kurioze do isha të dija si kanë funksionuar deri tani, thash njërin prej bizneseve e njoh pak, si kanë funksionuar të paktën para një viti e gjys. Edhe gjithashtu jam sa ignorant mund të jenë këta njerëz. Gjithashtu thash do isha e lumtur që të bëja marketingun e tyre. So besoj se do filloj të punoj për ta. Të shohim, nga që pris edhe një përgjigje tjetër, me thënë të drejtën nga një pozicion tjetër pune, dhe prandaj doja pak kohë që ta mendoja, por gjithsesi oferta ishte shumë e mirë. Truri në këto momente po përpunon shumë informacion dhe prandaj nuk gjej fjalët e duhura për të shprehur, gjithmonë kam këtë problemin. Jam një overthinker i lindur, kështu që përpunoj shumë informacion gjithë kohës. Unë mendoj që truri im edhe kur flet gjumë nuk pushon kurrë, se vazhdon përpunon informacionet e ditës. Se jam kështu mërzot, pse nuk e bërë kështu? Prandaj kam migrenu, se mendoj shumë gjëra të stër, mendoj. Nisi tani mbritet e shtëpia, të parkoj makinën. Edhe këtë kafe se kam pirë tamam. Okej, u përgjësen. Tani që ka dalë dielli është bërë pak nxehtë, me thënë drejtën, është bërë pak bardhë. Erdha në shtëpi njerëz dhe ka vajtur ora 1, kështu
që po vdes për të ngrënë sepse jam vetëm atë kekun. Kishte gatuar Vjera dhe vajta e mora lart. Ka bërë nga këto të mbushura. Unë pëlqej këto të patatet e mbushura, jo bën dhe speca, bën dhe tomate, në përgjithësi pra shumë të mira. Unë mora patatet se këto janë të preferuarat e mia. Po i vë të ngrohen dhe është gati dhe drejka dhe ta hasa po vdes për të ngrënë. Ka ditëlindje sjeli, ditën e diel, 21, po i bie dita e diel, dhe bën 3 vjeç dashuria dhe është viti i parë që unë jam super e papërgatitur sepse nuk kam menduar as edhe një dhuratë për zemrën time të vockën, nuk di çfarë t'i marr. Është një fazë që ajo ka shefin e kuklave, fustaneve, robave, çantave, buskuqeve, gocë, pra gjëra gocash, që shumë mendoj që si vjet duhet t'i marr ndonjë robë. Nuk jam duke i marr lodra, sepse interesi për lodra ka shumë të vogël, thash lodra po i marr për vitin e ri, kurse për ditëlindje po i marr ndonjë set të bukur veshjeje, meqense i ka shumë që vdes. Do kuput, çizme, çanta, gjëra gocash me pak fjalë. Dhe tash po bëj një gjë nga Tegu, pas dreke, të vi dhe Klajdi. Duhet të vi tani në tyllë punën, kështu që shpresoj mos ketë vonesa dhe tani punë të tjera ekstra edhe të vi në shtëpi. Të diskutoj dhe pjesën e punës që të vendosi këto përgjigje dhe atyre të kompanisë, ta ndaj dhe unë mendjen, mirë do ishte. Sa herë të mirë që ka, nisha Vjera i bën shumë të mirë. Në përgjithësi Vjera ime gatuan shumë mirë, me thënë drejtën, gjitha gjërat i bën shumë të mira, kështu që mua më pëlqejnë gjitha. Edhe nuk jam i ri në fakt që kam shumë nazë në ushqim. Pëlqej, në përgjithësi pëlqej. Meqense atë kafen e mëngjesit e gjysëm piva, jo e piva tamam se isha rrugës, pastaj u fton komshionte më, kështu që gjysmë kafe kam pirë. Tash po bëj një kafe tjetër, ora ka vajtur 2, dhe të paktën nuk po e pija gjuvon, që të më lëri pa gjumë. Duhet të filloj të rregulloj ciklin e gjumit me patjetër, se jo për gjë do i rikthehem sërish rutinës së punës dhe do kem shumë të vështirë zgjimi në mëngjes. Do të kisha mesu që para që të ngrohej. Të bëj kafe dhe do ulem të bëj editimin e videos që kam për të postuar sot, që të postoj 6:30, kështu do të mbaroj si zon tani në dreke që ta kem të lirë pasdite për të vazhduar me xhirimet e videos. Kam tentuar ta pi kafen pa sheqer për të shmangur sasinë e sheqerit që pi në ditë. Por e kam të pamundur, nuk e konsumoj dot, nuk jam kështu me sheqer. Njëra sa po bëra gati për t'ikur tek, do vi dhe Nela se kishte dhe ajo 1-2 punë për të mbaruar, kështu që besoj të pim edhe një kafe së bashku nëse na del koha. U vesha sportive, vesha kostumin tim të kolcit, që ta kem rehat edhe ngrohtë sepse është ftohtë goxha, të marrë dhe sipër të xhaketën kafe edhe të dalim të nisemi. Ka vajtur vonë, ka vajtur ora 5 e pasdites, videon e kam gati, e kam uploaduar, i kam bërë gjitha cover, everything, kështu që shkoni shikojeni, mos harroni të bëni like, subscribe, notifications on për të parë të gjitha videot. Kam pasur një feedback shumë të mirë të dhjetorit deri tani. Përqindja e viewsave në total për gjithë muajin dhjetor deri tani janë rritje krahasimisht me muajt e tjerë, kështu që feedbacku është shumë pozitiv. Doni të shikoni dhe të shijoni së bashku me mua këtë video dhe këtë vlogmas. Unë kam futur edhe këto 2 çantat e bukura të paketimit. Një është dhurat të dyja për sjellje, një nga mami, një nga unë. Kam paketuar këtu bukur e bukur. Këto i mora te Flying Tiger të dyja. I mora 1-2 veshje të bukura sjellit, sepse ku nuk kam parë, nuk dija çfarë të merrja dhe nuk gjeja asgjë që të më pëlqente. Kështu që përfundova duke marrë këtë setin e xhinseve të zeza, krierët me këtë bluzë. Dhe kjo ishte shumë cute, shikajnë. Shumë e bukur. I mora edhe një set tjetër veshjesh, që i kam këtu. Rroba për fëmijë ka shumë të bukura, ndërsa sa më shumë rritem, më duket më vështirë ajo pjesa e lodrave. Plus edhe interesin që e kam vetëm gjysore për lodra,
por të shohim lodrat, ju marrin të dyve dhe sjellni dhe Natan për festat për vitin e ri. Shikojni sa cute ishte ky fundi jeans i shkurtër me pala, ishte shumë i bukur. Dhe ja kombinova me këtë bluzën që është e leshtë, ka këtë ngjyrën blu, vjen me jakën, ka jakën këtu para polo, shikoni, ka dhe një arush të vogël këtu para. Dhe me këto vijat kafe, këtë kombinimi i bluz me kafe shumë i bukur, dhe ka një material të butë, të leshtë, të ngrohtë, por të butë, bashkëpërfundin këto të dyja. Edhe setin që tregova, bluzën me pantallonat. Tash, këto çantat kaq të bukura i mora tek Flying Tiger. Shini sa cute që duke? Njëra është me pemën e vitit të ri, tjetra është me zemër. Këto ishin blerjet që bëjmë në tegu, lëmë ngrëm edhe nga një krep, aty te koko i bëjmë të mira, që është një katë të dytë, edhe kështu iku dhe pasditja. Unë ndjesh jam bllokuar sërish nga sinuset, kështu që ktheva në farmaci mora edhe një spray nazal, që të zhbllokojnë pak, sepse ndjej presion këto unda më dhëmbin. Jam bërë tashmë kronike edhe sinuset, nuk më mjafton migrena, po duhet më bësh kronike edhe sinuset. Edhe kështu njërës ndrohem tani.